Qysh me orën time, në Këshillin Prokurorial të Kosovës, kam pa që ka pasur individ jashtë sistemit prokurorial, që sa do pak kanë pasur ndikim brenda vetë sistemit prokurorial. Kur tham jashtë Këshillit Prokurorial, sepse brenda sistemit prokurorial, dhe natyrisht që edhe vetë Zoti Kelmendi e theksoi, që pikrisht të gjitha këto filluan kur ai, gjithmonë po i citojmë deklarimeve të tij, do të thotë që ka pasur publike, gjitha këto kanë ndodhur pikrisht kur ai nuk ishte pranuar që do të thotë ta aprovonte ankesën e kundër kandidatës dhe kështu pastaj kishte filluar gjithçka. Unë nuk e di nëse ka pasur edhe tendenca për ndikime tjera tek Zoti Kelmendi, por mund të them që për punën time si anëtar i Këshillit Prokurorial nuk kam lejuar asnjëherë që askush të thotë as të tentoj që të ndikoj në punën time, as nga brenda sistemit prokurorial, as nga jashtë. Kryesues, theksova edhe më herët në hyrje që vetëvendosje ka bërë luftë që ta kap Këshillin Prokurorial e Kosovës, por fatmirësisht gjykata kushtetuese nuk e ka lejuar një gjë të tillë, sepse ndryshimet që janë bërë në ligjin e Këshillit Prokurorial të Kosovës do ta mundësoni një gjë të tillë. E dini pra ka pasur një propozim që Këshilli të ketë 19 anëtar dhe kjo nuk është interpretuar ndryshe përveç se si tendencë që ta kap Këshillin në emër të çkapjes së Këshillit nga ana e ish-partive që kanë qenë në pushtet. Gjatë kësaj kohe lufta në Këshill Prokurorial ishte e ashpër. A është edhe kjo një luftë në mes të dy taboreve të partive politike? A ka luftuar PDK me vetëvendosjen edhe ana sjelltas? Ashtu siç e potencuat edhe ju, vetë ligji për plotësim ndryshimin e Këshillit Prokurorial ishte nënshtruar 2 herë kontrollit të gjykatës kushtetuese. Dhe pikrisht pas këtij kontrolli, kishim edhe do të thotë mendimet e Komisionit të Venecias. Ajo çfarë mund t'i siguroj qytetarët e Republikës së Kosovës është që asnjëherë Këshilli Prokurorial i Kosovës nuk ka qenë ndikuar politikisht. Këshilli Prokurorial i Kosovës është krejtësisht edhe sot apolitik. Mund të krijohet narrativa të ndryshme nga partitë politike se mund të jetë i kapur ose vetë fakti që ndoshta kjo më tepër ka të bëjë me efektin e reformës. Sepse gjithmonë neve, do të thotë ekipës që tani kam në Këshillin Prokurorial të Kosovës, numrin më të madh të anëtarëve, na kanë identifikuar po ashtu që kemi lidhje edhe me vetë pushtetin. Kjo nuk është e vërtetë. Kjo për faktin sepse narrativa që ne kemi ndërtuar, punën që ne kemi bërë, është po ashtu në përputhje edhe me vetë do të thotë rekomandimet, me vetë letrat që i ka dërguar edhe zyrja e BE-s, edhe në të njëjtin relacion janë edhe ato pra qëndrimet e shoqërisë civile. Prandaj nuk ka të bëj fare kjo me do të thotë që ne i shërbejmë një grupi të caktuar, qoftë interesit apo pushtetit apo partive politike që kanë qenë para partisë që është tani në pushtet. Kur jemi këtu është raportuar në media që edhe ju keni lidhje me partinë në pushtet, pra me vetëvendosjen. Është raportuar që vllau juaj, këtë rast po e përmendi me emër meqenëse se është bërë publike, zotëri Urim Gashi është emëruar si kryesues i bordit në KRU Gjakova gjatë vitit 2022 nga qeveria Kurti. Po ashtu është raportuar se motra juaj, zonja Pranvera Berisha, ka qenë në listën e vetëvendosjes në zgjedhjet lokale të vitit 2021. A kemi të bëjmë këtu me një afërsi që ju e keni me lëvizjen vetëvendosje, por a kemi të bëjmë me një rrjet familjar që është i afërt me pushtetin? Jo vetëm me lëvizjen vetëvendosje, por as me partitë që kanë qenë para në pushtet, asnjëherë kur nuk kanë pasur asnjë lidhje. Unë nuk kam ardhur si kryesues në Këshillin Prokurorial të Kosovës tani dhe nuk kam ardhur nga jashtë. Dua të bëj me dije për opinionin publik, që unë jam pjesë e sistemit prokurorial që nga viti 2012, kur edhe jam zgjedhur prokuror në Prokurinë Themelore në Gjakov, fillimisht me do të thotë në një proces të hapur me dekretin e ish-presidentes Atifete Ihajaga. Puna ime e sinqert, rezultati im gjatë tërë këtyre viteve më ka sjell këtu ku jam. Për shkak se kam kaluar të gjitha do të thotë departamente, duke filluar nga departamenti i përgjithshëm, departamenti për të mitur, departamenti për krime të rënda, ku aty kam qenë pjesë e njësitit në luftimin e krimeve ekonomike dhe korrupsion për më shumë se 4 vite, pastaj nga aty jam avancuar në pozitën e prokurorit të prokurisë së apelit në departamentin për të mitur, ku kam trajtuar të gjitha lëndët në nivel të Kosovës, përfshirë edhe lëndët që kanë ardhur nga prokuria speciale. Pra, unë nuk kam ardhur nga jashtë
dhe në ndikim të askujt. Edhe kur jam zgjedhur antar në 1 janar të vitit 2023 jam nështruar një procesi të rregullt. Kanë qenë pikërisht kolegët e mi nga Prokuria e Apelit ata që më kanë votuar. Ndërsa edhe procesi zgjedhjes sime si kryesues, ju e keni pa, keni qenë vetë prezent, kanë qenë prezent edhe gjitha mediat, është bë në mënyrë shumë transparente, në mënyrë meritore, pra jam marrë në pozitën ku jam tani. Sa i përket përfshirjes së antarëve të mi, të gjitha ato janë shpifje që unë mund të kem lidhje, do të thotë me atë pjesë. Kjo për faktin se dhe vllau im, të cilët ju i referoheni, rastit pra që kur ajo është zgjedhur si kryesues i bordit në KRU Gjakova, edhe ajo është i nështruar një procesi do të thotë të rregullt dhe unë nuk kam mund as atëherë as tani të kem asnjë ndikim në përzgjedhjen e tij. Motra ime është e vërtetë që ajo ka qenë në listën guxo në zgjedhjet që janë mbajtur në vitin 2021. Dhe edhe tek vllau im, edhe tek motra ime, unë nuk kam mundur të kem pothuajse asnjë ndikim në kuptimin do të thotë të orientimit të tyre, qoftë profesional apo politik, sepse ne jetojmë në një vend të pavarur dhe secili ka të drejtë të zgjedh profesionin, bindjen politike e gjithçka tjetër. Prandaj, nuk për hir të informimit të drejtë, të opinionit publik, të gjitha këto kanë qenë shpifje. Për këto shpifje, unë edhe shpifje që nuk kanë ardhur nga mediat, po kanë ardhur pikërisht nga një portal i caktuar, për të cilat shpifje unë kam parashtruar fillimisht ashtu siç parashihet me ligj një ankesë pranë Këshillit të Pavarur për Media, të cilat ma kanë aprovuar, do të thotë ankesën time si pjesërisht të bazuar dhe kjo më ka hapur pastaj rrugë për të ngritur edhe një padi për shpifje pranë gjykatës kompetente në Prishtinë, ku tani me qenë se kjo lëndë do të thotë është në trajtim e sipër në këtë gjykatë lidhur me këto shpifje që janë drejtuar në drejtimtimin, unë pres që gjykata ta jep verdiktin e vet. Prandaj nuk kisha dashur të komentoj më tepër lidhur me këtë, sepse nuk besoj që ka nevojë që të jap më tepër komente.